Falë bashkëpunimit të shoqatës Tukiat në bashkëpunim me shoqatën vllazërore nga Turqia UCIAD, pas një vizite të suksesshme që është bërë në Kosovë, Maqedoni të Veriut dhe në Shqipëri, kemi bashkë biseduar në studion e televizionit Besa për ta përmbyllur me sukses një organizim 4 ditor pune, të fokusuar në forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe nxitjen e investimeve mes Kosovës, Turqisë, Maqedonisë së Veriut dhe Shqipërisë. Zotri Osman Servi, kryetari i shoqatës UCIAD, u përqendrua për sukseset e takimeve që ka pasur me kompani si dhe zyrtar shtetëror, si me Emilia Regjepin dhe Fikrim Damko, pastaj me pronar të kompanive të ndryshme si dhe Agim Shahinin, për të pasur mundësi bashkëpunimi e që këtë e presin ta bëjnë më 2026 që do të mbahet një takim i madh biznesor, ku me këtë rast falenderimet e veçanta i është bërë për kryetarin Ragip Çesko dhe shoqatës Tukiat. UCIAD olarak Uluslararası Türk Sanayicileri İş Dünyası Derneği'yiz. Geçmişi köklü bir dernek yapısıyla gelen bir yapıyız. Bizim hedef ve amacımız öncelikli olarak Balkanlar bölgesinde ilk heyet olarak bir hazırlık çalışmamız var. Dy shtete vllazërore që i kemi adetet dhe doket tona të njëjta, kemi marrë parasysh që menjen në Ballkan të ketë investimi i parë me bashkëpunimin ton në shoqatës ton, të ketë investimi i parë në Kosovë. Tu e marrë parasysh që vizitat që e kemi bërë në Kosovë, e kemi marrë prafër dhe e kemi dëgjuar hallet e biznesmenëve të Kosovës që të jemi dora e parë në investimet në Kosovë, sepse të gjitha rrugët dhe të gjitha syt ishin kthyer për në shtetin Turqisë. Tu e menduar dhe tu e shikuar situatën në Kosovë që e kemi vendosur dhe jemi në parim që në prill të vitit 2026 do të bëjmë një panajër ndërkombëtar në B2B ku të gjitha investitorët nga Turqia do të jenë prezent në atë B2B 2 ditore, tu e marrë parasysh të ftuarit që do të jenë nga rejoni, nga Shqipëria, Maqedonia dhe Kosova për investimet. Në fakt, në çdo 4 ditët e këtij realizimit të turneut, kemi hasur në 3 bashkëpunëtorë që janë gatshëm për investimet me firmat turke. Ashtu që data e këtij manifestimit do të jetë në prill të këtij vitit të ardhshëm. Na patëm një takim të mirëfillt me zonjën kryeministren Emilia Regjepin, ku diskutuam haptas si mund të na ndihmon qeveria e Kosovës momentale që e kemi. Ashtu që ajo na premtoi neve goxha bajagi një ndihmë nga qeveria, nikosisht na premtoi na udhëzoi të njoftohemi më së afërmi nga zotri Agim Shahini, që është kryetari i Aleancës së Bizneseve të Kosovës. Nga ana jonë, domethënë nga ana shoqatës Tukiat, nga ana jeme, si kryetar, kemi patër mundësi të nifjemi për së afërmi edhe me zotrin Niazi Musliun, që është pronari i Eurometalit, që në atë moment na shprehu gatishmërinë të bashkëpunoj, tu e pasur parasysh që e ka një repartin gatshëm për investime. Tu e biseduar me atë, na shpjegoj që është në kontakt edhe me disa firma turke në Turqi. Nikosisht kemi qenë edhe prezent në fabrikën Interval me zotni Skenderin, edhe ai është i gatshëm të na dhuroj një pjesë të tokës saj pa kompenzim, të bashkëpunohet për të ardhme një fabrik që do të prodhohet napolitanket e kështu me radhë. Po ashtu edhe zotri Yasin Metali, është shprehur të gatshëm të bashkëpunojë me një firmë turke që të ketë një investim, pse jo, edhe për zhvillimin e Prizrenit për të mundësuar punësimet në këtë lëmi. Unë desha të cek që me prill të vitit të ardhshëm, bas medjave juaja të publikoni këte, të ftoni edhe bizneset jashtë Kosovës, si që kemi pasur dhe si vizitat në Tiranë dhe në Maqedoni, ku edhe ata janë të interesuar të bashkëpunojnë në region, domethënë në Kosovë.
Na kemi pas edhe një takim me zotrin ministrin e Fikrim Danka, ku përsa afërmi na njoftoi në cilit lëmi mund të ketë investime më të duhura, më profitabile në Kosovë. Ashtu që unë si më herët që kemi pasur edhe takimet para këtij takimit me zotri Adil Bejin, e kemi qenë të njohur me mangësitë e investimeve në Kosovë. Ashtu që edhe ministri Danka ne njoftoi që të gjitha ato pikat më të ndihshme, më sensitive të investohet në Kosovë. Dhe jemi dakord që në fillim të vitit të ri, në janar, të kemi edhe një vizitë dhe edhe një takim ndërshtetërore që të përgatitemi sa më profesionale në takimin, domethënë në panajirin B2B në muajin prill. Po falenderoj së pari Besën TV, po e falenderoj në shoqatën Tukijat Ragip Qeskon që me një punë të zellshëm na mundsoi të nifemi më së afërmi ku mund të bëhet investimet. Falenderoj të gjithë ekipin e shoqatës tonë, falenderoj kryetarët dhe nënkryetarët dhe bashkëpunëtorët të shoqatës UCI-at që na mundsuan. Falenderoj të gjithë takimet që kemi pasur me bizneset në Kosovë, po ashtu edhe në rajon dhe në Maqedoni, ku edhe aty kemi pasur një takim të vllazërore me Universitetin e Tetovës, ku edhe aty do të kemi një panel për investime si dhe për arsimi, një ashtu duke falenduar edhe Isa Klasniqin që ishte edhe si kryetari i dhomës së tregtisë së Shqipërisë, ku edhe me ata do të kemi një bashkëpunim të mirëfillt përmes Kosovës dhe Shqipërisë. Unë ju falenderoj në emër të shoqatës UCI-at, si ashtu edhe në emër tem të shoqatës Tukijat, në fjalën e dhënë nga ana e Tukijat, ku e kemi pasur edhe disa intervista me zotrin Qazim, ku e kemi cekur që do të kemi investime në Kosovë dhe premtime në dhënë e kemi asi pru në vendin e vetë, inshallah do Zoti që në prill do të kemi investimin e parë. Njëkohësisht po e njoftoj që 2 marrëveshje i kemi, po ato do të njoftojnë në janar në takimin e dytë. Derisa zotria Adele Kocala në përgjegjësi për media e njëherët edhe nën kryetar i medias së Stambollit, si dhe pronari 5 shtëpive televizive, ku ai u përqendrua lidhur me punën e mediave televizive që i ka në Maqedoninë e Veriut, e këtë mendon ta përgatisin edhe përmes së qendrës informative Timbir, ku tashmë aty kanë qasje 25 shtete të botës dhe 81 qytete nga Turqia, kurse ai tha se ne jemi duke bërë edhe përsëritjen e lajmeve të botës. Ai po kështu ka falenderuar edhe zotri Ragip Qesko, i cili ka mundësuar njohjen me secilën hapësirë të Ballkanit. Öncelikle teşekkür ediyorum. RTV Yönetim Kurulu Başkanı Muammer Bey, Kazım Bey'e bizleri kabuller için, stüdyolarında ağırladıkları için teşekkür ediyorum. Së pari po e falenderoj juve si koleg, po e falenderoj edhe pronarin e Besës TV, zotrin Muammerin, që ne keni ftuar dhe jemi prezent sot në ekipin juaj në Radio Televizionin TV Besa. Në vitin 2006 na kemi filluar të kooperojmë si një TV dhe si një radio. Të pas parasysh domethënë modernizimin e mediave, modernizimin nëpër internet, ashtu që puna jon është pak më lehtësuar, të menduar që të gjitha lajmet me njerë do të raportohen përmes mediave dhe përmes internetit. Parasysh Ballkanin, në fillim kemi pasur një gjuhë të përbashkët në Maqedoninë e Veriut, ku për moment operojmë me 3 televizionet tona që janë në gjuhën maqedonishte, shqipe dhe turqishte. Ballkan TV Media. Pse Ballkan TV Media? Sepse na e përfaqësojmë Ballkanin dhe tu e njoftuar në të gjitha adetet, doket dhe që e ka Ballkani. Për këtë arsye kemi vendosur TV Ballkan Media. Ne e kemi ART TV-n në gjuhën shqipe. Birisi Makedonca yayın yapıyor, MK TV. MK TV që është në gjuhën maqedonishte.
Bir diğeri de Makedonya Türk, MK Türk TV yayın yapıyor. Si dhe në gjuhën turke Makedon Türk TV. İşte burada olduğumuz gibi Makedonya'daki televizyonlarla da ilişkiler içerisindeyiz. Dayanışmayı sağlıyoruz. Ortak yayınlar gerçekleştiriyoruz. Hem bizim anlayışımız zaten Makedonya'daki şirket kurma anlayışımız Balkanlardaki medya kuruluşlarıyla bir dayanışma içerisinde kültür köprüsü oluşturmak. Na kemi pas një bashkëpunim të mirëfillt me mediat e Maqedonisë, tu e marrë të gjitha informatat nga Ballkani dhe tu transportuar në TV-t e Maqedonisë, njëkohësisht në ndërkohë të transformohet edhe në Republikën e Turqisë. Tu e menduar që të gjitha këto të shfaqim atë kulturën balkanike në shtetin e Turqisë. Na kemi qenë kontakt para edhe disa muajve, njëkohësisht edhe me ju, zotni Qazim, e kemi njoftuar që do të sjellim edhe një TV, edhe një informim nga Turqia kë dëshiron të bashkëpunohet me një televizion nga Kosova. Ishte koha sotit që jemi në këtë kohë dhe në këtë moment të duhur të jemi si bashkëpunëtor mes Besa TV-s dhe mes Balkan TV-s. Nuk kam njohuri atë shumë, sepse vetëm asi kooperojmë në Maqedoni. Daha çok bağımsız oldunuz. Po shoh që jeni i pavarur, jeni realist, po për këtë me thonë me fjalë të plota nuk mund të japi, sepse nuk kam njohuri të atë shumë. Besoj që me bashkëpunimin e Besës TV do të jem shumë ma njohur edhe do të kemi ma transparent ndaj ngjarjeve edhe informatave në Ballkan. Kam edhe 3 televiziona, domethënë në Maqedoni, një në Londër si dhe 2 në Republikën e Turqisë. Ne jemi një media që ne funksionojmë me një proces ku të gjitha lajmet e përhapim përmes televizionet tone në Evropë, në Ballkan, si dhe në Turqi, tu e ndihmuar për investitor, si dhe për familjen e biznismeneve. Na bëjmë vetëm lajme për biznis, domethënë. Unë jam përfaqësues domethënë për media, njëkohësisht jam nën kryetari i shoqatës UCSIAT, ku përmes televizionit tona dhe përmes mediave tona na përhapim të gjitha ngjarjet që ndodhin në region me shoqatën UCSIAT, si dhe me shoqatën tonë vëlla Tukiat, ku do të jenë të informuar për të gjitha ngjarjet që ndodhin mes UCSIAT-it. Falenderim posaçëm për zotin Ragip Qeskun, kryetarin e Tukiatit, që na mundsoi të vizitojmë Kosovën plumb për plumb, Shqipnin një ashtu ku e ka pasur edhe një farë informat dhe një njohuri bukur të mirë me bizniset e Shqipërisë, po ashtu edhe në Maqedoni, kur jemi habitur atë shumë miqësinë që e ka pasur me bizniset në Maqedoni. Falenderim tepër për Tukiatin që na mundsoi këtë bashkëpunim. Derisa gazetari Yz Zyllë, zotri Ilkler Kartash, është përqendruar në faktin se ka pasur ndër të vjetër vizite në Kosovës, ku me këtë rast ka pasur rast të takoj një rini të mrekullueshme dhe shumë të aftë. Ai tha se duhet punuar shumë që kjo rini të kontribojë në Kosovë. Ai pohoi se një bashkëpunim i përbashkët në mes Kosovës dhe Turqisë mund të bëjë shumë mrekulliera. Radyo Televizyon şirketinin sahibi Muammer Bey, teşekkür ediyorum. Daha çok buradaki gezimizde meselenin tarihsel ve kültürel bağlarıyla alakalı bir takım görüşlerin ve bir takım... Së po e falenderoj ekipin juaj, po e falenderoj edhe ju si si bashkëpunëtor, si gazetar, zotri Muammerin po e falenderuar për mirëpritjen. Unë po e shoh në mënyrë pak më ndryshe, tu e përfaqësuar, tu e njoftuar Kosovën me një kulturë jashtëzakonshëm, historik, e cili tu e marrë parasysh edhe prej fëmijërisë na kemi pasur një hasret apo një dëshirë që të vizitojmë Kosovën. Unë kam vizituar shtetet e Ballkanit, tu e pasur edhe Bosnjën, por Kosova ka qenë, si të them, një ndër vendet më të veçanta.
sepse kultura dhe strategjia si dhe mikpritja që e kemi parë edhe me sytë e mia, unë janë tepër të befasuar. Njëkohësisht, unë si gazetar këtë vizitë po e marr si një qëllim për investimet normal në Kosovë, sepse Kosova ishte vend ku mund të zhvillohet një investim bukur dhe është si një udhë apo si një shembull për të arritur më larg nga Kosova për në vendet evropiane. Ne jemi të e pasur si gazetar, duke shetitur Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë, unë e pas që ky vizitë ka qenë shumë mirë pritur, sepse investimet janë në vendin e duhur, do më thënë Shqipëni edhe në Maqedon edhe në Kosovë mund të arrijet një investim bukur të mirë nga ana e Turqisë, po ashtu edhe të shoh si edhe nga ana ime, nga ana si gazetar, edhe politikisht se ku qëndron qëllimi i Republikës Turqisë. Si gazetar pash që investimi mes shtetit turk dhe mes shtetit kosovar, njëkohësisht edhe mes shteteve të regionit që i kemi bërë, cilat janë aftësitë dhe cilat janë vendet më të ndihshme për të investuar në këtë limit, si dhe çka mund të përfitoj Turqia dhe çka mund të përfitoj Kosova. Unë si gazetar me sytë e mia që e vrejta është një popullat shumë e ri. Është një popullat shumë e re, ku edhe është një shtet shumë i sapo formuar. Ne kemi mundësin që si shteti Turqisë të ofrojmë për rinin që të mos të largohet nga vendi e vetë dhe të ofrojmë si në lëmin e arsimimit, si në lëmin e profesionalizmit, të ndihmojmë në këtë mënyrë që Kosova edhe normal edhe Turqia të përfitojë, sepse është një popullat shumë e re, ku rinia mund të ketë të ardhmen këtu në këtë vend. Unë si gazetar mund të them që roli i parë në të gjitha jetën e njerëzve është, pika e parë është politika, e dyta është mediat dhe informimi. E pash këtu rinia dhe informimi i Kosovës, rinia dhe informimi në Republikën e Kosovës ka qenë shumë ma aftë se sa në Turqi që i kemi. Rinia e Kosovës ishte shumë ma e zgjuar se sa në shtetin turk, të e pas atë hapësirën që i kemi vrejtur me sytë e mia, do më thënë si gazetar, rinia ishte prefekt në për mediat si dhe shfrytëzojnë atë për qëllimet për qëllimet për informim. Në fund kisha cekur si gazetar që fjala është ma valide në të gjitha mediat dhe është ma vullos. Tu falenduar shoqatën Turqia dhe Usjat, kryetar Osmanin dhe Ragipin, që një punë të zëshme e prunin në këtë gjendje. Unë lirisht mund të them urime Kosovës për këtë bashkëpunim, të cilën do të ketë frytat qaq të shpejta, do të jetë një investim që i bukur që Kosova do të jetë shembull për Ballkan. Në para 3 vite kemi formuar edhe me nënshkrim dhe me vullosjen e presidentit Tayyip Erdogan, e kemi formuar një shoqat timbir, ku është intermedia ndërkombëtare. Ky përfaqëson 25 shtete në rajon dhe 81 qytete në Republikën e Turqisë. Kemi edhe një ekipin tonë si Anadolu Agence, e cila bën transferimin apo dhënien informatave të sakta në region, të e marë parasysh edhe në ato shtetet që i kemi cekur. Ftuar edhe televizion e juaj, ne mund të bëjmë me njerë transferin apo përhapjen e lajmit në qatë moment që ka ndodhë në region në Kosovë apo pa ma parasysh në cilën vend. Unë jam nën kryetari i këti shoqate, e cila është nën vullosur me radio-televizionin e Turqisë. Aynı zamanda İstanbul Gazeteciler Federasyonu Başkanıyım. Njëkohësisht jam edhe kryetari i gazetarisë së Istanbulit.
Të gjitha këta bashkarisht kanë falenderuar zotri Ragip Qeskon që ka mundësuar një bashkëpunim të mirë për zhvillim se pritet në muajin prill të vitit të ardhshëm të organizohet një panajir B2B, i cili do të jetë i dedikuar ekskluzivisht për kompanitë interesuara për investime dhe bashkëpunim në Kosovë. Teşekkür ederim.